Bashkia Lushnjë vijon punën për përmirësimin e infrastrukturës rrugore duke ndërhyrë në segmente të rëndësishme që ndikojnë drejt për drejt në jetën e përditshme të banorëve. Aktualisht po zhvillohen punimet për shtrimin me trotuar të rrugës nga rreth rrotullimi i Plukut deri në qendër të fshatit Pluk. Ky investim realizohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ndërsa punimet po kryhen nga Bashkia Lushnjë përmes ndërmarrjes së punëve publike. Segmenti rrugor ka një gjatësi prej 1800 metrash, ndërkohë që trotuari po ndërtohet me një gjerësi prej 2 metrash, duke garantuar hapësirë të mjaftueshme për lëvizjen e këmbësorëve. Kjo është hera e parë që ky aks rrugor pajiset me trotuar, duke shënuar një përmirësim të dukshëm në standardet e infrastrukturës së zonës. Përveç ndërtimit të trotuareve, në projekt është planifikuar dhe vendosja e ndriçimit rrugor përgjatë gjithë segmentit. Ky element pritet të rrisë sigurinë gjatorëve të mbrëmjes, si dhe të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e jetës për banorët e zonës. Qytetarët e vlerësojnë këtë investim si mjaft të rëndësishëm, pasi jo vetëm lehtëson qarkullimin, por i jep rrugës një pamje të rregullt, moderne dhe funksionale për ta. Ndërhyrje të tilla janë pjesë e një plani më të gjerë për zhvillimin dhe modernizimin e infrastrukturës në territorin e Bashkisë Lushnjë.